Kombëtarja e Kosovës në basketbol ka fituar 99 me 84 ndaj Shqipërisë në Shkodër në ndeshjen para eliminatore të Botërorit 2029. Kosovarët dominuan që nga fillimi deri në fund, duke mbyllur pjesën e parë 44 me 28 dhe duke ruajtur epërsinë deri në fund. Për Shqipërinë ishte humbja e dytë rallasi, ndërsa pas ndeshjes trajneri Erkan Karaj u shpreh se u ndje mungesa e Daniel Ekndrejaj. Është historia dhe është emocion i veçantë për këtë histori që është. Megjithatë nuk ishte në mënyrën më të mirë që ne do të dëshironim. Gjithsesi, uroj ekipin e Kosovës, realisht bëri një lojë më të mirë se sa ne, tregoi edhe eksperiencën që lojtarët e tyre dhe ekipi i tyre ka kundrejt ne. Patjetër, Ekndreja është lojtari jon kryesor dhe një nga lojtarët më kualitativ, edhe për vetë fakti që ai luan në kampionatin e Kosovës dhe është kapiten të ekipit Prishtinës, që është një nga ekipet më të mirë në Kosovë. Tregon se çfarë kualiteti ka dhe mungesa e tij patjetër që ndihet, sidomos ndaj Kosovës që ai e njeh shumë mirë dhe do na ndihmonte akoma edhe më shumë. Trajneri kosovar Bujar Loci e cilësoi fitoren plotësisht të merituar. Sigurisht që emocionues jo vetëm në sport, por çdo gjë që ka lidhje me Shqipërinë, kosovarët kanë emocione. Mirë po, siç e po të jo ekipi i Kosovës, mendoj që 40 minuta ka qenë më i mirë në parket se ekipi i kombëtarëve të Shqipërisë, mendoj që ky rezultat ka qenë një punë jashtëzakonisht e madhe e lojtarëve të Kosovës, të cilët kanë kvalitet jashtëzakonisht e madh, kanë eksperiencë e madhe jo vetëm kombëtare, por edhe ndërkombëtare, dhe për atë arsye ky rezultat është. Me 2 humbje, Shqipëria është e fundit në grup dhe rrezikon eliminimin, ndërsa në mars pret Slovakinë dhe në korrik luan në Prishtinë ndaj Kosovës.